Në një tjetër që se ma kujtove kër e kom linë fëmijën e parë, e qesha prej gjumit se më do ke se s'po merë frymë, dhe me thonë dhe në qatë sta dhe pa ta përjetu, edhe unë rritë që bashkë me ta, është kogja sfidë edhe... është sfidë për prindërit ditët e para të lindjes, sepse qashto, edhe unë më ka ndodhë edhe unë si mjekani, e kom këqyre shapo merë frymë, jo, normale janë ato ditë e para. Kretë vi ndodhe dhe shumë ishtë dhe s'ka pyetjet pa nevojshme, s'ka pyetje pa lidhje, sepse ka njerë turprohen, mos është pa lidhje me pyetje, jo, lasaj e pyetjen ashtu se që kishë shqecimin kohë. Ma mirë është me pyet pa lidhje, se sa mi janë shkalu disa gjëra e mandej mu bo vonë. Se për një neonat, dhe me thonë, koha nuk matët me ditë. Me sekonda. Po matët me minuta, me orë. Gjdo minutë, gjdo orë është e vlefshme. Nëse i vërin, unë po flasë për qëto simptome që i përmenda si alarm, nuk po flasë për tjera gjëra, për shambull, kur... Për shambull, e qara e një bebës, kur qanë beba është një komunikim. Jo pa tjetër që është i smut. Një e qara e një bebës ka shumë gjasa në muajt e parat jetës të jenë për shkak të kolikave. Do më thonë në këtyne që i thojnë në popull gërqave të barkut, sepse zorët 3 muj i vynë zorëve që të adaptohen qumë, se 9 muj kanë qenë sterile, është ushqy për mes kërthizës. E kështu që ajo e qarë mund të jetë për qatë shkak, por tash prindërit duhet të shohin nëse një bebe nuk ka temperaturë, po pjenë mirë, po fjanë mirë, ose edhe mundët edhe mos me fjetë, po qanë, por urinimi është në regull, pampersin e mbush me urin, del jashtë mirë, është vital, është aktiv, atëre nuk ka nevoj për shqetsim, atëre janë këto. Mirë po, gjdo tjetër simptom që do me thonë është alarm.